Substancat narkotike janë bërë shqetësimi kryesor i familjeve të kohës së sodit dhe shoqërisë në përgjithësi, i ku koha kur drogën e njihnin vetëm me të dëgjuar, sepse e njëjta në masë të madhe ka deportuar edhe në qytetin tonë. Dhe si sëmundje ngjitse se çdo ditë më tepër hap rënje tek rinia e cila nga papjekuria e moshës më tepër bie prej këtij helmi vrasës, qoftë në aspekt të konsumimi, qoftë si tregtues të së njëjtës. Të dhëna shqetësuese dalin nga shoqata jo qeveritare Hops në Gostivar, nga e cila njoftojnë se numri i personave të varur nga droga deri më tani ka arritur me mbi 650 persona. Nga kjo organizatë nuk kanë statistika për të rinjët e moshës nën 18 vjeçare, për të cilat në magjoni nuk ka programe për trajtim të fëmijëve të cilët përdorin drogë dhe nuk ka program për risocializimin e tyre, kështu njofton Zoran Popovski nga organizata jo qeveritare HELP. Nga koha kur kemi filluar, pra nga viti 2003 deri më tani, tek ne janë regjistruar 653 persona, pra bëhet fjalë për persona që për një kohë të gjatë janë të zhytur në botën e drogës. Ne u ofrojmë atyre shërbime në kuadër të programës për zvoglim të pasojave të cila financohet nga Global Fund. Në kuadër të kësaj ne ofrojmë teste anonime falas për konfirmim të situatës HIV dhe hepatitit C, procedurë kjo që bëhet më tepër se 2 herë në muaj. Brengosës është fakti se po ulet edhe kufiri i moshës për të pranuar këtë drogë. Nëse paraprakisht ishte 25-26 fillimi, tani kemi edhe fëmijë të moshës nën 18 vjeçë të cilët në mënyrë aktive marrin drogë. Numri i tyre mund të jetë shumë i madh sepse edhe në nivel të shtetit nuk ekziston një program për trajtim të personave nën moshën 18 vjeçare, njofton Popovski. Me qëllim të zbutjes së kësaj situate, Popovski vlerëson se është e domosdoshme që ky problem të institucionalizohet dhe në ndërkohë të intensifikohen fushatat antidrogë me qëllim që rinia të vetëdijsohet për pasojat. Vërejtja ime është se në kaq vite punojmë dhe ende nuk kemi një qendër metadonike këtu në Gostivar, pra të varurit nga droga nga regioni Gostivari duhet të udhësojnë për në Tetov që të pranojnë këtë lloj terapie. Por atje pacientët marrin edhe terapi psikosociale, andaj atje po bëhet një mbingarkesë me pacientët. Në anën tjetër, mungesa e një qendre metadonike inicon vjedhje, por edhe dhunë familjare për të arritur tek mjetet financiare për të blejtur në të zezë preparatet që do të shuajnë nevojën e asaj dite personave të varur nga droga, sqaron Popovski. Ekspertët vlerësojnë se ndër arsyet më të shpeshta që rinia bie nën kurthin e quajtur drogë janë kurreshja, dëshira për të eksperimentuar, mungesa e angazhimeve alternative, mungesa e fushatave të vërteta që do të anulojnë mbi pasojat, sfidat dhe peripecitë që do të hap kjo rrugë, po ashtu si dhe dëshira e të rinjëve për shmangje nga problemet e jetës reale me ndërmjetësim të mjeteve narkotike.